Funksionarët e lartë të shtetit nuk do të gëzojnë më privilegjet që kanë pasur ndër vite. Pa praninë e opozitës në sallë me 71 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, deputetët e majt miratuan ndryshimet në ligjin që i shkurton paratë e karburantit deputetëve dhe u heq fare drejtorëve të administratës. I vetmi që nuk u rreshtua në pjesën tjetër të kolegëve ishte Bashkim Fino, i cili kishte paraqitur një amendament që nuk u pranua nga deputetët e tjerë. Në diskutimet në kuvend, ministri i financave Shkëlqim Cani për ligj vendimin e qeverisë në argumentin se arka e shtetit do të kursej $1.6 milion në vit, ndërsa paraardhësi i tij Ridvan Bode e cilësoi shkurtimin të papërfillshëm. Së pari preken interesat personale të tyre. Ish ministrat dhe ish kryeministri duan të notojnë në fonde edhe në opozit dhe gjithë barrën e keq qeverisjes dhe situatës së rëndë ku e kandisën ekonominë e vendit duan t'ja kalojnë vetëm qytetarët. Ish kryeministri shtëpinë e kishte dhe e ka një hap larg zyrave, por mbante 10 shoferë në dispozicion me orë për ta çuar me makina 100 metra larg shtëpisë. Ne jetojmë sot në një republikë ku mazhoranca formohet përmes blerjes së votave. Një republikë 20.000 lekëshe. Dhe miratojmë sot një ligj që blen 10.000 votat në korsh me 20.000 lekë që kanë vlerë prej 20 milion lekësh. Ne jetojmë sot në qeverisjen e atij që 20% e ngriti në institucion. Ne jetojmë sot në kushtet kur 1 milion shuplakat nuk janë gjë tjetër, vetëse 20 miliard lekët e reja, $200 milion që ne rritëm deficitin dhe borxhin publik 2 javë më parë. Me ndryshimin e projektligjit nga 45.000 lekë në muaj që merrnin për karburant, deputetët do të marrin tashmë 40.000, e përkthyer ndryshe, nga 6 litra naftë në ditë do të marrin vetëm 5. Ndërkohë në seancën plenare parlamenti miratoi gjithashtu edhe krijimin e 2 nënkomisioneve të çështjet ligjore. Bashkim Fino do të drejtojë në Komisionin Parlamentar për Qeverisjen Vendore, ndërsa Vasilika Hysi atë për të drejtat e njerëzit.